Kudo në Shqipëri. Por, kjo është futbolli. Kishim dy mundësi. Kombëtari i Shqipërisë dhe përfaqësuesi i Kosovës të vinin të luanin në Amerikë dhe të jepnin krenari shqiptar-amerikanëve, edhe një detyrim për të shkuar në stadium dhe pse biletat fillojnë nga $800. Trump ka deklaruar që po rimendoj daljen nga NATO. A do të dalë presidenti Trump nga NATO për të përmbushur dëshirën e tij që në vitin 2018? Nuk besoj, sepse Trump kërcen nga një subjekt në subjektin tjetër, por rreziku është dalja nga NATO rrezikon Ballkanin, rrezikon Kosovën, rrezikon Shqipërinë. A e dini ju që qiejt ton mbrohen nga pilotët dhe aviacioni grek? Kudo në Shqipëri. Menduar këtë përpara viteve 90. A do të largohet Trump nga Hormuzi duke thuar që është fitoria më e madhe që në kohën e pranërisë romake? Sot në orën 21 ai do të ketë një speech, një fjalim me popullin amerikan për të dhënë update. Janë bombarduar mbi 15.000 objekte, 22.000 bomba deri dje. Nuk është problemi im Hormuzi, është problemi i Europës, shkojnë e hapni. Teknikisht Hormuzi nuk është mbyllur. Kompanitë e sigurimeve të anijeve janë tërhequr dhe anijet kanë fritë të kalojnë. Kalojnë disa anije që kërkon Irani. Irani është dëmtuar në mënyrë masive. Por në qoftë se Trump tërhiqet me fitore të madhe si Augusti, Irani mbetet më i fortë. Regjimi nuk ka ndryshuar. Janë vrarë shumë nga kriminalët drejtues, por përsëri sistemi vazhdon të jetë. Mizor ndaj popullit të tij. Është dëmtuar deri në atë masë sa iranianët mund ngrihen të përmbysin regjimin, kjo nuk di. Nëse ndodh, meritat i takojnë presidentit Trump. Ku e le Shqipërinë largimi nga NATO i zotit Trump nëse nuk ndodh? E para punës është lajmi i madh se në 2027 Trump nuk vjen në takimin që Rama e priste shumë Tiranë. E dyta, Europa do të jetë e detyruar të mendojë ndryshe. Europa është 450 milion banor, 100 milion banor më shumë se Amerika, ka një ekonomi me $22 trilion dhe mbrohet nga amerikanët, në kurriz të taksave amerikane, nuk ka kuptim. Mbas shkatërimit të Traktatit të Varshavës, amerikanët nuk u treguan gentlemen, e mbajtën traktatin e NATO-s. Rubio pa të thënë që pa të kaluar një ligj në Senat që të mos dilet nga NATO pa pasur aprovimin e Senatit. Nuk ngjet. Presidenti ka fuqi të mëdha nga kushtetuta. Lidh traktate, prish traktate. NATO traktat është. Ka qenë një aleancë që ka funksionuar, por është e paturshme qëndrimi Spanjës, Italisë, Francës, Gjermanisë, edhe pse Trump mund të jetë i çmendur. Trump mund të jetë narcisist, idiot, por ka hyrë në një luftë. Dhe Rubio e zbuloi që në ditën e dytë nuk ishte lufta jonë. Izraelin na tërhoqi, na futin këtë luftë. Më pas e ndryshoi, nuk qera si kjo që tha Rubio. E dinte që Netanyahu mbante frenat e Trump. Por kur një fuqi e madhe hyn në luftë dhe kërkon ndihmën e aleancës, kjo do të ndodhë. Dhe Trump thotë që pa ne ju jeni kot, dhe Putini këtë e di. Bota hyn në territore të pasigurta. Trump do të detyrohet të rriqet si fitimtar i madh, mbas dëmeve të mëdha që ka bërë, sepse ekonomia është ajo që dikton. Është ajo kupola, po them, Wall Street. Trump i fundit një menaxher është. Është një president që ndryshon tërësisht nga të gjithë presidentët e tjerë. Shumë thonë që është turp për Amerikën. Por MAGA, që e mbështet, e pasi alternativë në një figurinë si Kamala Harris, ndaj ai fitoi. Por kryesorja janë votuesit amerikanë. Irani është një kërcënim i madh më shumë për Europën se sa për amerikanët. Megjithatë, ky operacion ushtarak dëm masiv ka bërë. Duke menduar që edhe nafta nuk do të ketë një të ardhmë mbas 10 vitesh, ato vendet arabe. Tjetra është vendet arabe janë vende autokratësh, diktatorësh. Bazat amerikane 200 janë atje për të mbrojtur elitat diktatoriale që sundojnë. Përse nuk hyn me trupa ushtarak në Iran, në vendet arabe? Pse Kudo në Shqipëri. Sua një avion amerikan në Arabinë Saudite, rreth $700 miliard, dhe
princi e ekspozoi, sepse një ditë më parë Trump kishte thënë is going to lick my ass, ai më përlut mua. Megjithatë, çdo gjë do të zgjidhet sepse Trump pritet shkojnë në vizitë në Pekin, forcën reale ekonomike të botës. Me $100 milion ka fituar Rusia gjatë kësaj kohe të luftës në Iran. Por Rusia është një shtet i dobët, nuk fiton dot në Ukrainës, të cilët e kanë kthyer në art luftën e dronëve dhe kundra dronëve. Ukraina ka ushtrinë më të fuqishme në Evropë, por është dëmtuar masivisht, janë me miliona Ukrainas që janë larguar nga vendi i tyre. Trump do të detyrohet të ulet sepse di që Kongresi në humbet, por mund të humbas dhe Senati. Me humbjen e Kongresit fillojnë shkarkimet, do të jetë presidenti i parë që është shkarkuar 3 herë ose 4 herë impeached. Dhe republikanët vetë kanë të gjitha metodat për të thënë që haprug. Gjykatat kanë filluar të hedhin poshtë ballroomin, do të diskutohet për të drejtat e nënshtetësisë, ku Trumpi thotë nuk mund të marrësh nënshtetësi nëse një nga prindrit nuk është i ligjshëm dhe ka të drejtë, sepse ligjshmëria, nënshtetësia është dhënë kur ke lindur në Amerikë, është e luftës civile për sklerurit. Amandamenti 14. Por Trump ka hapur fronte të shumta mbas tarifave, të cilat nuk e kanë dhënë efektin si shmendonte, sepse priteshin triliona dollar investime mbas kësaj që ndodhi në Iran, e vetëm arabët nuk besojnë se do të investojnë. Ja kam thënë që sa herë që ka për luftrat më dha, bie vëmendja për atë ajatollahun e vogël Surrelit, ata në Beograd rrinë pushtet gjithë jetën Erdogan, Orban. Diskursi politik në Shqipëri me pesh atleta si Spiro Pali, Psalinjani është i turpshëm. Spak duhet arrestoj familjar të Ramës, si ka të gjitha fakt. Mund të pezulloj Ramën. Janë 2 llogari bankare rreth $600 milion të Abit Bank, 2019. Amerikanët e dinë, Spaku nuk e di. Sinaloa, Meganilo, Akshi, Balluku, Lotot. Shpafund. Ajo ideja që pritet urdhri nga Brukseli e Washingtoni, mos flini me të ëndra. Washingtoni ka thënë, mbështesim Spak dhe nuk ka asnjë përjashtim. Spak duhet dalë mbi frikën, mbi vetë. Është një mision që ka marrë përsipër, por ata shqiptarë kanë trysni nga Rama, i cili ka hyrë në lojën e lindave, e Surrelit, e Akshit, ajo që quhen Palloshi, por dhe Spiro Pali. Nga pas është Mane që sponsorizon. Ka akuza që Spiro Pali është thellë në Spak për pastrimin parash në Kanada. Një lajm i mirë, dalja e Braçës, figurë e pasur politike e Partisë Socialiste. Rama e ka shkatruar Partinë Socialiste. Iku Partia Profesorëve, e të majtës, reale, por kompleksi i tij për lidhje me krimin, sepse kanë qenë votat e vjedhura nga krimi që e kanë mbajtur në bashki ku pasurua, vjedhjet pafund, pastrimet miliona miliarda dollar në ishujt kanë nënhalën, ku është kapur Abi Bank, dhe Rama është në një grac. Vetvrasje politike ka bërë, por larg qoftë, opozita ka një mision të madh. E keqja ikën me të keq. Nuk është e lehtë. Absolutisht. Ne që jetojmë jashtë e dimë, është e lehtë flasësh nga Amerika, nga Europa, Australia, ku flasin. Betejë është aty. Nuk mund të ri njëri që vetëm fasada. Njëri që ka shkatruar si Shqipërinë, çështjen kombëtare, por edhe Partinë Socialiste, si shua thash, i cili vjedhjen e ka kthyer në art. Me vota nuk hiqet, duhet Republikë e re. Dhe ai gëzon, ata janë të lumtur nëse NATO prishet dhe Trump del nga NATO, sepse ata varshavian mbeten. Është ajo parti që e kundërshtonte hyrjen në NATO të Shqipërisë kohën e Berishës. Është fakt. Dhe unë e kuptoj. Edhe një herë them, dosjet janë masive, Spak nuk ka asnjë kufi të arrestoj njerëzit, familjarët e tij,
pezulloj Ramën, ti shkojnë zyrë, mund të ketë shkuar. Abi Bank, Sinaloa, droga, Porti Durrësit. Ka nisur të sulmojnë francezët, sepse ai ka humbur drejtpeshimin. Dhe kur humb drejtpeshimin, dihet fundi. Dhe 80% e shqiptarëve nuk e duan, e urrejnë Ramën. E din që ai urren Shqipërinë, çështjen tonë kombëtare. Por ka një fund. Dhe fundi vendoset nga shqiptarët. Unë besoj. Kudo në Shqipëri. Vjen kjo valë e fundit të gjërat që thoni, ndoshta vjen nga Rick Grenell, nuk e di. Është e vështirë. Po mendoj se vetë Trump ka krijuar një problem të vërtet politik me bazën e tij duke folur për përdorimin e mundshëm të ushtave ushtarake në terren në Venezuelë, duke folur për pushtimin e Groenlandës, duke sulmuar Nigeri. Nuk e di nëse do të futen në Ballkan, do të ishte komplikuar. Unë nuk shoh asgjë që dilte nga kjo. Mund gabohem, sigurisht, por unë e shikoj këtë si me më shumë një pozicion nga njerëzit rreth Trump dhe jo domosdoshmërisë diçka në të cilën ai është përqendruar. Kohët e fundit ai po flet për doktrinën Monroe. A mendon vërtet se Trump e njeh se ç'është doktrina Monroe? Jo. Ky është një ushtrim për krijimin e Marcus Brandy. Është sikur ti vendosësh emrin e tij qendrës Kennedy. Kjo është kur ti ke njerëz që flasin për doktrinën Monroe. Për Trump ajo që është pjesa më e rëndësishme është pjesa e Don. Nuk jam i sigurt, ambasador Kushner ishte përfshirë në Beograd në investime, teknikisht është jashtë, akoma kërkon në Shqipëri. E shikon të takohet me Putinin. A është kjo një dëm për administratën që dhëndri bën biznes në të njëjtën kohë vjen si një deklaratë hetimet edhe ndaj këtij. Ai nuk është pjesa e administratës sot Bolton, por mendoj se është një gabim serioz nga pjesa e Trumpit, por dhe nga ana e Kushnerit. Në mandatin e parë ai ishte pjesa e administratës. Dhe për aq sa di unë, i kaloi nëpër të gjithë procedurat e verifikimit etikës dhe përmbushi kërkesat financiare të deklarimit. Dhe çfarëdo gjë tjetër që ishte nevojshme për të shmangur konfliktin e interesit. Tani nuk është punonjës i qeverisë. Unë nuk mendoj se ka kaluar ndonjë nga këto gjëra. Nuk kam dëgjuar asnjë provë që ai ka marrë leje të sigurisë, certifikat sigurie. Dhe mendoj se ai mund të rezultojë i prekshëm në netime pas disa vitesh nëse dikush heton sjelljet e tij sot. How do you see the situation there? Përmendëm Grenell në Ballkan, por unë nuk mendoj se ai ka më pushtet. Kur të fitojnë në Kosovë, Grenell ishte plotësisht kundër tij. Si e shikoni situatën? Mendoj se Grenell ka kaluar në gjëra të tjera, siç e dini është kryetari i bordit Trump Kennedy Qendër dhe ka qenë i përfshirë në çështjen e Venezuelës. Nuk jam i sigurt se çfarë bën realisht. Unë mendoj se ai do donte që të zvendësonte Marco Rubio si sekretar shteti. Megjithatë, kjo nuk duket se është në plan së shpejti. Si shikoni ambasador pozicionin e Rubios? Duket se Witkoff është de facto sekretari i Departamentit të Shtetit. Mendoj që Rubio meriton shumë nga meritat për përpjekjen për të përmbysur regjimin e Maduros dhe Venezuelës. Por mund të jetë ai që u përqendrua sepse nuk ishte fare pjesë e negociatave me Iranin apo e negociatave me Rusinë dhe Ukrainën. Duhet jetë shumë frustruese për të që edhe pse ka një përvojë të jetë me pronë shumë të madhe dikush që merret me shitje pallatesh. Si shikoni ambasador zgjedhjet e mes mandatit, sepse nuk besoj se Ukraina Maduro sill vota. Mendoj se e dëmton Trumpin. Mendoj se shumica e njerëzve do thoshin se ata mendojnë se republikanët ka të ngjarë të humbasin dhomën e Kongresit, gjë do të ishte një pengesë e rëndë për Trumpin. Mendoj se ka më shumë gjasa që republikanët do të mbajnë Senatin, por me një diferencë më të ngushtë. Dhe ka një shans të vogël që demokratët fitojnë në Senat. Por kjo është e pamundur sipas mendimit tim, por dhe humbja e Kongresit e bën mjedisin politik vërtet shumë të ndryshëm. Unë mendoj se ky rrezik është në mendjen e Trump. Mendoj se kjo është një arsye pse në vitin e tij të parë detyrës, që tani afrohet vitit të dytë,
Ai po përpiqet të lëvizë kaq shpejt sepse e di që se nëse humb kontrollin në një dhomë, në Kongres, në Nëndor, do të ketë e vështirë që të bëjë atë që dëshiron. Ai mund të shkarkojë Kudo në Shqipëri.